Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, do shkojmë këto momente me punimet e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën. Ndjekëm. Ta vëjmë në tavolinë si të bëhemi me këta njerëz, si të marrim këta njerëz, sepse këta njerëz kanë një dualizëm shumë të madh që kërkon një zhvillim të madh dhe janë njerëz që aty kanë krijuar një atë që është Italia, Gjermania dhe kanë krijuar një kulturë shumë të madhe dhe unë e ndjek sepse kam qenë aty dhe ka njerëz që sot merren edhe me politikë aktive në vend dhe janë njerëz megjithmenë në mosha shumë të reja dhe shumë të pjekura për politikën e atdheut atyre, se unë do t'i quaj atdhe, por mos harrojmë ne jemi më mëdheu atyre dhe jemi toka pjellore që neve duhet t'i bëjmë që këta njerëz të vinë t'japin eksperiencën e atdheut atyre. Ju falenderit. Faleminderit zoti Pasha, e vlerësoj shumë fjalën tuaj, ju uroj suksese sepse më vjen mirë që e keni zgjedhur këtë komision me vetdije, nuk është thjesht një caktim partie. Bashkëndaj të gjithë qëndrimin tuaj dhe duhet të kemi dhe një fokus shumë të madh për gjuhën shqipe, kudo në diasporë, për ta përhapur gjuhën shqipe, për të krijuar shkollat e gjuhës shqipe atje, për të ruajtur elementet e identitetit kombëtar në diasporë dhe patjetër duhet të jetë fokusi jon. Tani do t'ja jap fjalën zotit Kadeli, deputeti i Lezhës. Fjala për ju. Faleminderit zonja kryetar. Përshëndetje gjithë kolegëve. Unë jam nga qarku i Lezhës. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu në këtë komision, pasi unë si deputet jam dhe produkt i diasporës. Edhe duke qenë se jam produkt i diasporës, nuk do doja që të diskutoj për diasporën që ka qenë pa rregull, pasi unë dhe zoti Gjekmarka i vim nga një qark dhe mandati jonë në 13 na ndan me zotin Gjekmarka i për 71 vota. Dhe t'jeni të bindur që po të kishte pas atë ndërhyrje që po diskutohet tu 71 votë që ne nuk do i humbni. Kështu që ka qenë vullneti qytetarëve që në diasporë që ndau në këtë formë. Unë ju falenderoj edhe faleminderit zonja Topalli që na shliron, por realisht përpara që ne të bëjmë politikë, unë kam thënë një takim tjetër, do doja që mos të harrojmë që ne jemi njerëz përtej partive politike dhe të kemi respekt për njëri tjetrin. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit zotë Kadeli, punë të mbarë dhe ju në mandatin tuaj. Fjala për zonjën Denisa Vata. Atëherë faleminderit dhe urime për konstituimin e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës. Në gjykimin tim është një nga komisionet më të rëndësishme sepse prek çështje që lidhen direkt me identitetin ton, me turizmin, por edhe me shqiptarët jashtë vendit. Si kinaste me profesion, i njoh mjaft mirë sfidat e artistëve në përgjithësi në Shqipëri. Por kultura dhe turizmi shpesh janë prekur nga mungesa e vëmendjes, por dhe artistët janë shpesh herë në Shqipëri janë ndjerë të braktisur. Dua t'i referohem dy çështjeve të rëndësishme, siç është teatri dhe gjithashtu kinematografia ose thënë ndryshe shtëpia e filmit në Shqipëri, pothuajse vitet e fundit nuk është se ka lulëzuar aq shumë sa duhet, duke motivuar artistët e rinj, por jo vetëm. Prandaj mendoj se ne duhet shkojmë më shumë tek thelbi i gjërave, ata që me vërtet këta tre sektore presin nga neve. Politikën sigurisht që do e bëjmë, sepse ne jemi njerëz politik, nuk mund dalim jashtë asaj kornizës politike, sepse shqiptarët politik bëjnë edhe kur ulen të pinë kafe thjesht për qef, e jo më në një komision parlamentar, dhe shpresoj që të kemi bashkëpunimin gjithë bashkë për më të mirën që këta tre sektor presin nga neve. Atëherë konkurenca se kush thot më pak edhe kush thot më shumë ose kush e mbron më pak, çështja është të shkojmë tek thelbi, sepse besoj se dhe ata këtë presin nga neve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zavata, nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me draft kalendari. Atëherë draft kalendari i paraqitur Komisionit për Miratim parashikon ditën e hënë në datë 6 tetor, ora 11:30, diskutimin e projektligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Ne jemi komision për dhënie mendimi duke qenë se lidhet me turizmin e qëndrueshëm. Komision përgjegjës është Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm.
parashikohet të futet në seancë në datën 16 tetor. Kështu që do duhet që ta kalojmë ne paraprakisht. Së